Prej disa ditësh punojësit e shërbimeve të pastrimit në Bashkinë Shkodër kanë intensifikuar aksionin për largimin e mbetjeve të hedhura jashtë kontinierëve në disa zona të qytetit. Në shumë raste, pranë pikave të grumbullimit të mbeturinave, janë braktisur sende shtëpiake dhe orendi të vjetra, të cilat po kthehen në një shqetësim serioz për komunitetin dhe një problem mjedisor. Institucionet vendore theksojnë se ky fenomen jo vetëm që dëmton imazhin e qytetit, por edhe krijon një precedent të keq për brezat e rinj. Bashkia e Shkodër u bën thirrje qytetarëve që të respektojnë rregullat e menaxhimit të mbetjeve dhe të mos hedhin sende të mëdha jashtë vendeve të përcaktuara, pasi ky veprim bie ndesh me ligjin. Ky problem nuk është izoluar vetëm në Shkodër, por haset edhe në qytetet e tjera të vendit, ku mungesa e kontrollit ka bërë që mbeturinat voluminoze të braktisen në mënyrë të pakontrolluar në hapësirat publike. Bashkia ka paralajmëruar masa për të adresuar këtë situatë dhe për të siguruar një mjedis më të pastër për qytetarët.